Ti mendon ashtu, okay? Jo, nuk është çfarë mendoj unë, po është që është rregull në vendet ku jetojnë mbi shkrimi i pashë. Jo, ke territorin e Kosovës, jo vetëm vendet. Ti ke territorin e Kosovës gjuha serbë. Ti serbisht. Krejt. Aty ku janë krejt. Vendbanime shqiptare. Ku s'ka hiç serb ato është edhe serbisht. Jo, ta ula. Nuk i ki. Nuk i ki. Tabelata gjithë kondikie. Asnjë lokalitet shqiptar me shumicë nuk i ki. Jo, çdo koniki. Dhe është me ligj. A ki pa autostradë shkon në Marinë ki edhe serbisht. Në Marinë kufi. Kufi pas ka Jo, për vendbanime. Jo, më çdo kon unë çdo sy kam votë për ditë. Ama çdo kon iki rregullin në vendet çdo kon iki çdo kon është. Nuk ka vetë në vendbanimet serbe. Unë tjetër po flas për ai. Në veri rregulli është ti këto e dinë për Kosovë dhe e dinë. Në vendbanim ku jeton një komunitet, gjuha e parë është e atij komuniteti, mandej vjen e dyta. Kjo çështje tjetër, jo, ajo çështja kryesore, një pikë çështjeve kyçe. Ti ke shku e ki thyç ato, veç në veri. Pse? Pse? E dyta kanë shku para zgjedhjeve komunale, 80 rrugën Mitrovic-Veriut e ema shqiptashi kanë. Secili kryetari i komunave ka të drejtë me çun gjykatë kushtetuese, është i autorizuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës kryetari i komunës, Mitrovic-Veriut me çun gjykatë kushtetuese, sikur e ka dërguar ai nën kryetari i Prizrenit, komunitetit turk për llogën e Prizrenit. A ke kryeministri? Nëse thot kushtetuta